Të gjatë jeta me shpresoj që jeni mirë, ko marrë Mitrovic edhe po dalj me mamin, edhe po ma kujton atë kohën kur isha në gjimnaz dhe gjithmonë si e mbarojsha mësimin, dilsha me mamin me pi kafe, kështu që kësaj here prej Prishtinës, jo prej gjimnazit. Po i tregoj shumë shkurt se çka kom vesh sot, këta pantallona që nuk i kisha vesh ka herë, edhe thash pse jo, why not? Mitrovic sa herë vi gjithë veshna pak ma cool, se mundona me dalë prej elegancës së përditshme, edhe mami ka qef ma shumë më pa cool, kështu që po ja bëj qefin mamit. Edhe për m'ju tregu se sa cool e ka mamin, ja ku marrë një jakne, edhe veç këshire sa e mirë është, tash ja u tregoj. Mamin e kam shumë cool, so ja mora qët jakne, edhe e di që kam e pranu se mami hiq nuk ka qef me ja vesh tishat. Syzat e diellit, këtë çantën e vogël, që veç çelësat e makinës edhe kartat e bankës, kur gjë tjetër, as pare cash bile. Dhe jemi gati për një kafe në qytetin tim të dashur, në Mitrovicën e bukur. Kështu po dukem si përfundem, edhe tash mendis po pras me shiju kafen me mamin. E unë, si gjithmonë, ju put fort. Mirupafshim!